Mirëmbrëma Adnan dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Rrëfimjete. Mirëmbrëma, mirë se zgjeta, faleminderit për ftesën për një emision jashtëzakonshëm, po edhe një ambient të ngrohtë familjar, adhetor dhe kombëtar. Unë vjen mirë, faleminderit shumë për kohën, meqense kohën e fundit ke pas disa sfida sërish, edhe po megjithatë ma ke dhënë fjalën që do t'jesh në studio dhe burri mban fjalën. Po fjala burrit është besa e shqiptarit. Unë nesër udhtoj për Gjermani. Kam shku jetoj në një qytet Batolci dhe afër Minhenit. Edhe kur e dita që emisioni dhe zyra jote është në Voshtri, edhe për të respektuar ty dhe emisionin, por veçanërisht qytetin e Voshtrisë, për shkak të një familje të jashtëzakonshme Selmani në Batolc, e cila që 1 vjet e gjys ka qenë gjendje dhe është në gjendje me më përkrah, me mbështet në çdo formë. Nuk e di pse se e kin dorë, po dashnia e madhe dhe përkushtimi i madh që bojnë për mua e asaj familjes Selmani, domethënë gjithëve pa dallim, e kam pas një obligim shtesë për të respektuar ty emisionin Voshtrin, po dhe familjen Selmani. Po nuk je kundor se jeni njëri plot me vlera, kështu që Po kjo është arsyeja, besoj. Dashninë e kombit shqiptar nuk mundesh me ble me parë. Respekti i kombit shqiptar nuk është obligim, është ndjenjë. Kontributi që na si familje na mundu me dhonë shërbim të atë dhe kombit ka qenë obligim. Kurse respekti njerëzor, shpirtnor, që të bëhet si vlerë, jo si monedhë prej kombit, është privilegj, po ma shumë është përgjegjësi dhe unë mundohem që këtë respekt të shqiptarëve ku do në të roje etnike shqiptare, po dhe në Mergat, e kom shëndruar përgjegjësi të besu se një ditë prapë kom u kthy në shërbim për ato që e kem amanet ajo Shqipni. Adnan, besoj që tash po bëhen 2 vite të emisionit Rrëfimjete. Besoj që në këtë studio nuk kemi pas një person që më shumë ka rrëfime se sa ti. Po jam mundu dhe në këtë rast do mundohem që historinë e rrugëtimit jetës pasqyroj në emisione, edhe në këtë rast në emisionet tuaj. Jam falendërues për shqiptarëve ku do në botë, të cilët i kanë mirëprit dhe i kanë hapë zemrën dhe i kanë shtinë mesin e familjes. Rrëfimet e mia që ka të bëj që e prek çdo shqiptar në aspektin familjar, në aspektin kombëtar, njerëzor, human, dhe besoj që jam mundu me çu së paku një mesazh. Edhe tash mundohen që s'paku, në pamundësi për të shërby për shkak të aspektit shëndetësor, t'jem model i mirë force për shqiptarët. Shpresojmë. Do të kthejmë disa vite mrapa, meqense i kam dëgjuar shumë rrëfime, të gjitha rrëfimet të cilat i ke dhënë për televizionet të ndryshme, me të vërtet kanë qenë rrëfime të veçanta, fjalë që nuk qitet asnjë fjalë si thot populli jon poshtë, fjalë me vule, si thojmë. Kështu që rrëfime emocionale. Do kthehem mrapa, ti pa mbush 9 vite pothuajse vetëm me te pa babën. Si na përshkruan një familjen tuaj? Po nisna për asaj që disa fjala e burrit është si plumi i pushkës. Kur del plumi i pushkës nuk kthehet po lën shaj, dhe fjala e burrit, po dhe burrnesës shqiptare, kur del prej goje, që është shumë e lehtë për të marrë disa shkronja prej alfabetit më të mirë në botë që është alfabeti shqip, kjo fjalë prek zemrat e shqiptarëve, edhe veçanërisht në kohën që po jetojmë sot në shekullin 21, shqiptarët kanë nevojë për fjalë të mira dhe unë mundona që këto fjalë të kanë peshë, edhe normal pse jo edhe të jem model i mirë i fjalës, po edhe veprimeve të rrugtimit jetës. Pavarësisht sakrificave, asnjëherë nuk dorëzohesh. Po na tregoni familja juaj si ishte, si na përshkruani familjen tuaj, meqense qysh në moshë të hershme ke mbet pa babën. Fatkeqësisht e vërtet në moshën diku pa i mbush 9 vjet, kam mbet pa babën. Fatkeqësisht për shkak një smundjes, edhe ai në atë kohë smundjes tron, një prind i jashtëzakonshëm, edhe pse unë edhe vuj çdo ditë që se kujtoj ashtu siç duhet figurën e tij, po ka sakrifikuar shumë për të lënë pas fëmijët në kujdes si shtëpinë, një dashni të jashtëzakonshme me nonën që e ka pas, ka ndru jetë, shumë i ri në moshën 38 vjeçare. Na ishim shumë të ri, unë 9 vjet, motra 10, vllau Avnia 6 e gjys, vllau tjetër 2 vjet, dhe qysh në moshën 10 vjeçare, vllau diku 8 e gjys, na fillum
për t'ju bo, me dëshirën për t'ju bo kranonës, dhe puna e parë me shumë kranari që e kujtoj është puna e parë që kemi bo me kolisë në lamë. Kemi dalë edhe ato s'kanë qenë as tonët, po jem tu fëmi marë në kujshi. Edhe puna e parë që kem bo konë që kem desht, kem dalë në lomë, pazar, që i thëshim në atë ko treg, dhe kem fillu për të bajt asi gjarave që cilët i kam blej njerëzit, dhe o konë momentin ashta ma i lumëtën në fëmini, kur disa tolla që kem fitu aty, kem fillu prej asaj kohë me bo krananas, jo mja zavendësu babën në asnjë moment, po gjithsesi me mujt me u bo kran në aspektin ekonomik, edhe pse në atë kohë e dim gjithë që kemi qenë të pushtuar dhe ka qenë shumë e vështirë. Po thuaj se 9 vite i ke pas kur të kalon baba. Të kujtohet ndonjë moment një lidhshmëri me babën që ke pas, me qenë se besoj që ndoshta diçka kujtoni, se nuk e qenë edhe aq i vogël. E kujtoj dy raste kujtoj. Pamjen vuj, edhe kjo pyetje është shumë emocionale, se vuj shumë. Mungesa prindit është e përjetshme. Do lodha që na e bleke, po edhe unë e vi pe i fshatit Lip, një fshat mbi Radafs, një fshat i njohur edhe si trev, edhe në aspektin patriotik, qysh nga koha Rankovicit. E kujtoj një rast kur kam dalë me ta atje dhe jem konëzu si fëmijë dhe aje pat përjetu jashtëzakonisht rënë. Edhe në atë kohë si fëmijë nuk e dishim shumë çka ka të bëj me smundjen e babës, po na si fëmijë edhe sot që ka nevojë me përjetu dashninë e babës. Kujtohen këto dy raste, po fatkeqësisht rastet ralla sepse ai ka qenë me një smundje shumë tronë dhe është detyruar me shku qyshirin mosh në Zagreb mu trajtu, por fati e deshti fatkeqësisht në rrjet. Dhe momentet e tilla të pakta mesin momente memorje, po edhe dhimbje se si fëmijë mo ki nevojë për afërsinë e babës, dashninë e babës. Përkundër asaj ne kemi pas një nanë dhe kemi një nanë heroin. Neve na mungoj baba fizikisht, por neve s'na mungoj kurrë sepse dashnia e nanës dhe sakrifica e saj na veçanërisht në atë kohë i plotësoi këtë gjitha dhe ne kemi bërë sa të jem gjallë për gjitha sakrificat dhe gjithë ky rrugtim i jetës i dedikohet edukimit dhe sakrificës nanës të cilën e ka bërë dhe e bën edhe sot përkundër moshës që e ka. Sa kishe vështirë mu pajtu me qenë se në atë moshë ishe edhe në shkollë dhe siç dihet në për shkolla, ka poezi të ndryshme për babën, e ndjeshe çdo herët bëshllokun e babës, edhe sa e ke pas vështirë mu pajtu me realitetin. Unë sot i kam 47 vjet. Edhe sot e jetoj mungesën e babës. Jo në atë kohë. Normal janë konë momente të vështira. Po ajo kohë konë kohë dhe pushtimit, nuk konë kohë sodit e teknologjisë. Edhe jem mundu me vazhdu rrugën e tina. Jem mundu me vazhdu qysh si fëmijë rrugën e tina, duke ndëgju tregimet e njerëzve, rrjedhët familjar, se çfarë personaliteti ka qenë. Edhe fal edhe Zotit një, po edhe nanës dy. Kem arrit që mos me bo mundi, se unë besoj shumë në shpirtat e njerëzve, mos me ndikesë edhe në botën tjetër, dhe besoj shumë që edhe sot, ajo është krenar me rrugtimin e fëmijëve tina, po mungesa, e thash, kom 47 dhe nuk e di sa jetoj, po mungesa është e madhe edhe sot. Me të vërtet një sakrificë shumë e madhe për nanën, në ato kohë të vështira, ju ka ndalë në ndihmë, ndonjë familjar ju ka qëndru afër, që ndihmon edhe financiarisht, duke marrë parasysh se në atë kohë ka qenë problem që, domethënë një grua me punua dhe duke marrë parasysh që t'i lënë fëmijët vetëm në shtëpi, keni pas përkraje financiare nga dikush? Po ajo kohë e vështirë, për shembull, gjenerata nanës nuk kanë pas mundësi me punu edhe o konë pushtush si Serboslav në atë kohë, që s'kalon as me shokrytje me punu. Mandej o konë edhe mundësia fatkeqësisht e paragjykimeve, ndryshe me sot që e drejta e femrës e ka mundësi në shkollimit dhe punësimit. Kemi pas mbështetje prej normal gjokut familjar ka baba, po edhe ka gjoku i nanës, veçanërisht dajt. Ata kanë qenë edhe aktiv shumë edhe në aspektin e kontributit shërbimit dhe bashkimit të rojeve.
dhe jemi mundu me u rrit në këtë frymë, po se cile ka pas vështirësitë e veta atëherë, po neve s'na ka mungu asnjëherë kjo mbështetje për gjirit familjar, po mungesën e babës ka mujtë me të zanë të kurkush.